Ndërsa qyteti i Mitrovicës është i përfshirë në debatin për urën e mbyllur që ndan qytetin në dy pjesë, festivali Mitrovica International Jazz Days vjen si një urë e hapur mes qytetarëve dhe muzikës për të sjellë disa net të paharruara të kulturës jazz në këtë qytet. Rona pra tregon çka ka ndodhur sonte në Mitrovicë. Sonte në Mitrovicë nuk e di, s'po më i gjetë fjalë, po kam një ndjenjë tepër pozitive për atë që ka ndodhur në skenën e edicionit të dytë të Mitrovica Jazz Days. Ka qenë një energji shumë pozitive, e cila është përqunë prej një ylli, siç është Gunhild Carling, e cila na erdhi këtë vit për ta hapur festivalin nga Suedia. Asnjëherë nuk ma ka marrë mendja që do ta kemi vërtet në Mitrovica Jazz Days. Dhe kjo ëndër u bë realitet sonte. Unë besoj që edhe publiku e shijoi performancën e saj, edhe nuk e di, jam tepër e lumtur. Përveç argëtimit, ky festival ka për qëllim edhe ta edukoj audiencën ose ta ndërtoj audiencën, të cilën në fakt ky qytet e ka pas para shumë dekadash. A ka mbri festivali me përçu mesazhin që Mitrovica nuk është vetëm një qytet fragjil ku vazhdimisht ndodhin rrethana të ndryshme politike, po është një vend ku mundesh marrë dhe me u kënaq duke dëgjuar muzikë. Në fakt ky është edhe qëllimi pse organizohet ky festival, dhe një qëllim tjetër është që të kemi prezencë të yjeve ndërkombëtare në qytetin e dikurshëm të muzikës jazz dhe rock. Pra ka qenë një energji shumë pozitive dhe mendoj që nuk e di, dëshira është që ta përçoj këtë mesazh, do t'ua lë juve ose audiencës që ta vlerësoj vetë nëse ka arritur ta përçoj një mesazh për cilin ne po punojmë praktikisht. Dear Ambassador, can you tell us how it was this night for you? Did you enjoy it? It was fantastic. I mean, jazz is always good. We're proud that jazz originated in the United States, but as tonight showed, it's a world music now. So, Are you a music fan? I do enjoy music. Yes, I do like jazz music a lot. I like classical music. I like rock music. I like it all. Okay. Do you like Albanian artists, especially international? I do like Albanian artists too. Obviously, I went to the Sunny Hill Festival and got to see some great performances there too, including from Kosovo. As you can see, in the last years, Kosovo made a huge progress in festivals, music events, and culture events. How you see this by your perspective? I think it's fantastic. I mean, it just helps the country progress and it puts Kosovo even more on the map, but it's really well known for its musicians. So, And does Ambassador has a favorite Albanian artist? I don't know if I have a favorite Albanian artist because I like a lot of the music I hear. I didn't expect anything. I didn't know. I've never been to Kosovo. I didn't know what was going to be, but I know it's South Europe. It was going to be something like Italy, something like that. Okay, so that I knew. But that was all. And then I came here, and it's great. I'm gonna tell everybody that was the best I've ever been. And what did you like the most here? The people and the food, and actually the relaxed feeling that, everything is so, you feel like a family with everybody. So it's not like tourist stress or anything. And people are out and they're having fun and they're taking life easy. And that is the most important thing when you are a musician. That not people are stressing and freaking out and everything and panicking about everything. Just take the day as carpe diem, like seize the day, and they do it here. Për mu ishte një privilegj I madh me qenë dirigent në një koncert të tillë, me një artiste aq të madhe dhe me një band aq të mrekullueshëm. Po edhe për Mitrovicën dhe Kosovën gjithashtu besoj që është një nder I madh që të kemi një artiste të tillë me shumë çmime të ndryshme ndërkombëtare, duke filluar prej Grammy të tjerave, të kemi në Kosovë.